Lëvizja vetëvendose e kryesuar nga Albin Kurti shpalli fitorin në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit në Kosovë, duke marrë rreth 44% të votave sipas të rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Megjithatë, kjo përbën një rënje krahasuar me zgjedhjet e dhjetorit 2025, ku lëvizja vetëvendose fitoi mbi 51% të votave. Kurti theksoi se kjo është fitoria e 5 e partisë brenda 7 vitesh dhe paralajmëroi bashkëpunim me partitë të tjera për formimin e institucioneve. Pas lëvizjes së vetëvendosjes, rezultati i zgjedhjeve tregon Partinë Demokratike të Kosovës me 22% të votave, Lidhjen Demokratike të Kosovës me rreth 18% të votave, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës me 7.5% dhe Listën Serbe me rreth 6%. Sipas llogaritjeve për ndarjen e ulësve, lëvizja vetëvendose do të ketë 48 deputet, Partia Demokratike e Kosovës 24 deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës 20 deputet, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 8 deputet dhe Lista Serbe 5 mandate. Pjesëmarrja në votime ishte rreth 35% më e ulëse në zgjedhjet e mëparshme. Kandidatja LDK-s për presidente Vjosa Osmani dhe kryetari i partisë Lumir Abdixhiku vlerësuan rezultatin si hapin e parë drejt ringritjes së partisë dhe rikthimit të ekuilibrit në skenën politike. Ajo shprehur se lëvizja vetëvendose e Albin Kurtit nuk ka asnjë arsye për të refuzuar emrin e saj për presidente të re të vendit. Kurti nga ana tjetër premtoi vazhdimsi të qeverisjes të mirë dhe demokratike dhe paralajmëroi fillimin e legjislaturës së 11 dhe bisedime me partitë e tjera për formimin e qeverisë.